Komisioni i posaçëm parlamentar për reformën administrative territoriale u mblodh të hënën për përfaqësuesit e opozitës vendosën sërish të mos marrin pjesë duke theksuar bojkotin për të katërtën herë. Ky takim përbën afatin e fundit të lënë nga majoranca për opozitën për të marrë pjesë dhe për të kontribuar në shqyrtimin e reformës. Bashkëkryetari socialist Arbian Mansniku paralajmëroi se puna e komisionit do të vijojë sipas planit pavarësisht mungesës së opozitës. I kemi kërkuar javës që kaloi parlamentit që të ndryshojmë mënyrën si është formuar komisioni, pa ndryshuar shumë çka, po duke shtuar thjesht një antar në anën e majorancës, në mënyrë që të krijojmë një mekanizëm zhbllëkues për funksionimin e komisionit. Kjo s'do thotë që opozita s'është në komision, opozita do të jetë gjithmonë e mirëpritur në komision, në të gjitha proceset, në të gjitha hapat, në të gjitha diskutimet, do të ketë vendin e saj sistematik. 8 antarë të komisionit janë ata që janë. Kemi kërkuar gjithashtu që ndryshojmë një element dytë, që nga bashkëkryesitë kalojmë në një proces kryetar nën kryetar, siç janë komisionet standarde të komisionit. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla shtoi se reforma territoriale duhet të realizohet në përputhje me praktikat e Komisionit Venecias dhe me afatet që lidhen me zgjedhjet vendore. Reforma territoriale dhe praktikat e mira të Komisionit Venecias na detyrojnë që në rast se në konkluzion të kësaj pune, të këtij Komisionit posaçëm, do të sugjerohet një ndarje e re administrative territoriale, ajo duhet miratuar në Kuvendin e Shqipërisë, jo më vonë se e njëjtja e fundit e korrikut. Majoranca socialiste ka bërë të ditur se do të vijojë punën për reformën administrative territoriale dhe nuk do të lejojë që bojkotet e opozitës të pengojnë zbatimin e ligjit, duke garantuar respektimin e afateve dhe të parimeve të planifikuara për zgjedhjet vendore.